Kryeministri Edi Rama shpalli se Durant Tech Park do të shndrohet në një qendër të rëndësishme për zhvillimin e sipërmarrjeve teknologjike dhe ekonomike në Shqipëri. Gjatë aktivitetit në dhënien e certifikatave për rezidentët e parë të parkut, Rama theksoi mundësitë e mëdha që hapen për të rinjtë dhe të rejat e vendit, duke krijuar një perspektivë të shkëlqyer për ata që duan të zhvillojnë karrierën e tyre në sektorin e teknologjisë. Ai gjithashtu njoftoi bashkëpunimet e përditshme me kompaninë Microsoft dhe me shumë vende të tjera për realizimin e këtij projekti që kanë gjallur interesin e shumë kompanive. Rama Tech Parku është në radhë parë destinacioni i krijuar për ta, i krijuar për talentet shqiptare, i krijuar për vajzat e djemë që janë këtu në Shqipëri ose që mund të jenë jashtë, dhe që duke regjistruar në këtë park fitojnë një status krejt special dhe ju hapet një perspektivë shumë inkurajuese pasi i ka të gjitha lehtësirat e mundshme. Kryeministri gjithashtu shtoi se Durant Tech Park do të ofrojë mbi 5.000 mundësi pune për ekspertë të teknologjisë me paga shumë më të larta se pagat mesatare në Shqipëri. Synojmë që të arrijmë shumë shpejt mbi 5.000 mundësi për punë për ekspertët e teknologjisë dhe profesionistë e rinj, që do thotë me paga shumë të larta, shumë më të larta se pagat tona, që të jemi shumë qartë. Ministri i Inovacionit Blendi Gonxha u shpreh se ky park do të mundsojë një ndërveprim global në fushën e inovacionit, duke kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e industrisë teknologjike. Durant Tech Park pritet të përfundojë dhe të jetë gati për funksionim deri në fund të vitit të ardhshëm.